Shkojmë në treg në Angli që të shohim se çfarë do blejmë. Tek zona ime çdo të diel zakonisht bëhet treg, në të cilën mund të gjesh shumë gjëra, ka nga të gjitha domethënë, ka dhe gjëra që janë të përdorura, ka dhe gjëra që janë të reja. Këtu në Angli me gjërat e përdorura kanë shumë dyqane, edhe njerëzit të dhurojnë shumë gjëra nëpër dyqane ku nuk i duan më, edhe pastaj ja shiten me çmim kuptohet më të ulët, ose në treg lodra nga të gjitha gjërat, rroba siç mund të shikoni, siç u thash, ka dhe të përdorura, ka edhe të reja. Neve vajtëm të shikojmë, mund të shikoni këtu dhe çantat janë të reja, janë ato që janë gjasma marke, por nuk janë marke. Këtu djali nuk la lodër pa blerë, i pëlqyen shumë të gjitha këto gjërat e vogla. Vajtëm për mëngjes, po siç mund të shikoni, morëm burger për të ngrënë, edhe këto donuts me çokoladë që ishin o zot. S'ka gjë, tani një herë në javë mund të ham dhe diçka që nuk është e shëndetshme, nuk u bë gjë. Mund të shikoni këtu që ka nga këto lulet nga të gjitha, edhe lule që janë këto që mund t'i mbillni prapë, të tjerat që janë për t'i vendosur në vazo, nuk ka problem fare. Edhe pasi mbaruam nga tregu, u kthyem për në shtëpi, tu tregoj se çfarë bleva unë. Bleva këtë batanien e vogël edhe këtë batanien e madhe, që ishin perfekte, që të dyja më pëlqyen shumë. Edhe djali bleu këtë mikrofonin me babain që të na çmendi nga Trut e Kokës.